Mera konsiderohet si stina e zjarreve ku hapësirat me risk të lartë janë masivet pyjore, të cilat jo rrallë herë përfshihen nga zjarre të fuqishme që marrin për masa të mëdha dhe vijojnë për ditë të tëra. Vetëm vitin e kaluar, shërbimi zjarfikës në Shqipëri ka ndërhyrë në 3120 raste zjarresh në zona me pyje, kullota apo shkure. Për të parandaluar dhe përballuar këto situata, prej datës 15 qershor, shërbimi zjarfikës kalon në gatishmëri të përforcuar në të gjithë vendin. Sipas drejtorisë së përgjithshme të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi, përveç shërbimit zjarfikës 24/7, është rritur me 20% numri i efektivëve. Çdo ditë një grup i gatshëm do të vinë në ndihmë grupeve që janë 24 orësh, duke i caktuar në pika kyçe. Në qytetet e mëdha e turistike është ngritur dhe nga një stacion provizor që të jetë afër vendit të ngjarjes. Për të parandaluar përhapjen e zjarreve masive përveç përmirësimit të logjistikës dhe infrastrukturës, shërbimi zjarfikës po bashkëpunon me 62 bashkitë e vendit për hapjen e rrugëve provizore dhe korridoreve mbrojtëse që ndihmojnë në ndërprerjen e flakëve. Përkundër informacionit që vjen nga Drejtoria e Përgjithshme e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi për rritjen e numrit të efektivëve, në shërbimin zjarfikës të Bashkisë së Vlorë nuk ka ndodhur kështu. Referuar territorit të Bashkisë së Vlorë, në shërbimin zjarfikës të kësaj bashkie është një numër i rrudhur i efektivëve.